I dyshuari kryesor, 31 vjeçari Cole Thomas Allen, është akuzuar zyrtarisht për tentativë vrasjeje ndaj presidentit amerikan Donald Trump gjatë darkës së shoqatës së korrespondentëve në Shtëpinë e Bardhë. Allen u paraqit për herë të parë në një gjykatë federale në Washington, ku përveç kësaj akuze të rëndë, përballet edhe me akuzat të tjera për armbajtje. Autoritetet kanë bërë të ditur se ai do të qëndrojë në paraburgim, ndërsa hetimet vijojnë. Sipas prokurores federale Janine Pirro, ky ishte një sulm i mirë organizuar me qëllim eliminimin e presidentit dhe sa më shumë zyrtarëve të lartë të administratës. Ajo theksoi se akuzat të tjera pritet të shtohen me avancimin e hetimeve. Hetimet kanë zbuluar se i dyshuari kishte lënë një manifest për familjarët, ku e përshkruante veten si vrasi federal miqësor dhe detajonte planet për të shënjestruar zyrtar të rëndësishëm të qeverisë. Pamjet e publikuara tregojnë momentin kur ai vrapron në korridoret e hotelit Washington Hilton me një armë në dorë, pak para se të neutralizohej nga forcat e sigurisë. Një agent i shërbimit sekret u qellua gjatë ndërhyrjes, por mbijetoi fali lekut mbrojtës. Ngjarja shkaktoi panik mes të pranishmëve, të cilët u strehuan nën tavolina, ndërsa zyrtarët e lartë u evakuuan me urgjencë nga ambienti. Sipas Shtëpisë së Bardhë, kjo është tentativa e tretë e rëndësishme për atentat ndaj Donald Trump në 2 vitet e fundit. Para eventit, zyrtarët kishin diskutuar edhe çështjet e sigurisë, përfshirë vijën e trashëgimisë së pushtetit. Autoritetet bëjnë të ditur se i dyshuari kishte udhëtuar nga Kalifornia drejt Washingtonit dhe kishte rezervuar dhomë në hotelin ku u zhvillua eventi. Ai ishte armatosur me pistolet, shotgun dhe disa thika në momentin e arrestimit. Hetimet vijojnë për të zbuluar nëse ai ka vepruar i vetëm apo ka pasur mbështetje në këtë sulm që tronditi kryeqytetin amerikan.